se edhe vazhdimisht. Faleminderit shumë, Vlera. Në qenë se jemi në Ramazan, sipas teje, cili është gabimi më i zakonshëm që e bëjnë njerëzit këtu tek ne kur agjerojnë? Pa e kuptuar ndoshta vetë. Po, deri vonë, po flas deri 10 vitet ndoshta të fundit, nëse më shpresoj që nuk jam gabim, agjerimi kryesisht e kemi parë si distancim prej ushqimit, prej pijes, kjo ka qenë koncepti jonë për agjerimin. Edhe mirë po, me kalimin e viteve, fatmirësisht, agjerimi filloi me u transmetu prej hoxhallarëve në këtë rast, si largim prej veseve, shprehive, jo pse nuk është transmetu më heret. Jo, ndoshta është transmetu, mirë po nuk e di pse njerëzit gjithmonë ka qenë veç ushqimi dhe pija ka qenë baza. Nuk kanë qenë shumë të informuar. Po, mos informacioni. Mirë po, agjerimi është shumë me i thellë. Ndoshta gabimi është me konsideroj këtu që kur agjerojmë, duhemi me ditë që jemi duke u vetë eduku, jo vetëm në kuptimin që me u largu prej ushqimit edhe pijes, mirë po edhe për një fjale, do të kur kemi një keq kuptim që folëm prakisht, ta mirë kuptojmë tjetrin, ose ta lëmë, thonë, okej, në rregull, e keq kuptojmë, do shta ka një arsye që nuk ka të bëjë me mu. Edhe që kjo është pjesa agjerimit. Edhe kjo është ndoshta gabimi që ne si njerëz na duhet pak me u fokusu më shumë, me kuptu që nuk është agjerim vetëm ushqimi dhe pija. E kujton Ramazanin e parti dhe si është për ty agjerimi dhe Ramazan? Po, e kujtoj shumë mirë, kam qenë në shkollën e mesme, edhe do thotë ka qenë një ndjesi shumë e mirë, edhe pse unë realisht, si e vogël, kam tentu ko pas kohë me agjeru, po jo ndonjëherë që kam arrit ndoshta ndonjë ditë kam arrit me përfundu. Se është bëjnë gjithë fëmit, aty këtu, deri në drekë. Po, edhe mirë, po në shkollën e mesme fillova agjerimin e rregullt dhe ka qenë ndjesi jashtëzakonisht e mirë, ka qenë do të thotë kohë kur unë një farforme ndoshta si re dhe eksploroja me veten edhe ishte shumë e çuditshme me arrit me kuptu që ti mundesh me qëndru pa ushqim, edhe pa një rutinë të zakonshme për 11 muaj, edhe me kalu do thot në një ditë tënde deri në kohën e iftarit, me kalu pa ushqim edhe e sheh sa shumë kohë ke me u marrë me gjëra të tjera të dobishme. Një vajzë e re, për shembull, sot vajzat e reja kalojnë shumë kohë në telefon. Mirë po, agjerimi është një mundësi shumë e mirë që me kuptu sa shumë t'jep hapësirë për gjëra të reja të dobishme. Ti edhe nëse e përdor telefonin, me përdor diçka që informohesh, që zhvillohesh, edhe kështu që ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë, pavarësisht që atë... Po tash? Edhe tash është edhe më e mirë, për shkak se i kam edhe fëmijë, edhe te ne do thotë sot ishte dita e parë e Ramazanit, edhe ne do thotë natën e Ramazanit e kemi ashtu si atmosferë në shtëpi, duke i vendosur drita, duke rregulluar ambientin në shtëpi, edhe fëmijët e presin me shumë kënaqësi, kështu që edhe për mua është shumë kënaqësi. Ne tash unë i kam 2 fëmijë që janë moshëritur adoleshentë dhe një 9 vjeçar, i cili tenton me agjeru, mirë po e patëm planin që me agjeru deri në ora 11:30, para se me shku në shkollë, mirë po kur u bë ora 10:30, ta non për e prishi se ta mjaftushëm. Mjaftushëm, po. Këtu e bëjnë shumë më të lezetshëm edhe më interesant agjerimin. Gjithë kemi këto momente. Faleminderit shumë Tera. I kam disa pyetje reflektuese për ty. Duat jemi drejt për drejt dhe pres përgjigje drejt për drejta. Kush ka ndihmuar ty në momentet më të vështira? Në momentet të vështira, do thotë është mama jeme, e cila çka do që kam, ka njëherë më vjen keq në kuptimin që mendoj që e kam ngarku për shkak se po ajo e ka ofruar gjithmonë